Si ndërroi jetë profeti alayhis salam. Momentet e fundit të pejgamberit alayhis salam ishin lotët që rridhnin nga emocioni këtij çasti. Ai, duke qenë se në çdo rast i ka zbatuar me përpikmëri urdhrat e Zotit, vdekjen e kishte kthyer në një ditë të gëzueshme duke e shijuar atë. Përveç kësaj, sipas një transmetimi të Aishës radiallahu anha dhe të Aliut radiallahu anhu, 3 ditë para se të vdiste pejgamberi alayhis salam, Allahu çdo ditë ka pyetur pejgamberin për gjendjen e tij me anë të ëngjëllit Xhebrail. Subhanallah. Në ditën e fundit, edhe pse aty pranë ishte meleku i vdekjes Azraili, meleku Xhebraili erdhi dhe i tha: "O pejgamberi i Zotit, meleku i vdekjes kërkon leje që të hyjë pranë teje. Në fakt, për asnjë bir të Ademit para teje nuk ka kërkuar leje që të hyjë. Edhe pas teje, tek asnjë bir të Ademit nuk do të kërkoj leje që të hyjë. I jepi leje atij." Meleku i vdekjes hyri brenda dhe qëndroi përpara pejgamberit alayhis salam duke thënë: "O pejgamber, Allahu i lartë më dërgoi tek ti dhe më urdhëroi që ti nënshtrohem çdo urdhri tënd. Nëse dëshiron, do të marr nga kjo jetë. Nëse dëshiron, do të lë." Pejgamberi alayhis salam pyeti: "O meleku i vdekjes, ti me të vërtetë do të veprosh kështu?" Azraili u përgjigj: "Unë jam porositur që të nënshtrohem ty në çdo drejtim që do të urdhërosh." Xhebraili vazhdoi: "O Ahmed, Allahu i lartë ka mall për ty." Pejgamberi alayhis salam tha: "Ajo që vjen nga ana e Zotit është më e dobishme dhe më e vazhdueshme. O meleku i vdekjes, eja, çoje në vend atë për të cilën je urdhëruar. Merre shpirtin tim." Pejgamberi alayhis salam futi 2 duart në enën e ujit që kishte pranë, lagu fytyrën dhe tha: "La ilahe illallah." Vdekja ka vuajtje dhe mundim sa të lë pa mend. Ngriti dorën, i drejtoi syt për te tavani i shtëpisë dhe tha: "O Zoti im, miku im i ngushtë i lartësuar, miku im i ngushtë i lartësuar." Profeti alayhis salam vdiq, duke lënë pas një jetë plot kujtime që janë shprehje e dashurisë së tij ndaj Zotit. Kaloi nga kjo botë e përkohshme në botën tjetër të vërtetë. O Allah, fale dhe mëshiroje profetin ton të dashur dhe na bashko me të në xhennetet e tua të larta. Amin.